Kryetari i Bashkisë Pogradec, Ilir Xhakolli, ka inspektuar në terren situatën e shkaktuar nga reshjet. Ai u ndal fillimisht në Vërdov, ku pa nga afër dëmet e shkaktuara në ura dhe banesa. Në komunikim me banorët, këta të fundit kërkuan zgjerim të shtratit të lumit përmes një projekti që t'i jap zgjidhje situatave që krijohen në raste të tilla. Xhakolli u ndal edhe në lumin e Starovës, i cili fal investimeve të fundit e përballoi situatën pa dal nga shtrati, por megjithatë zona pati përmbytje tokash për shkak të bllokimit të disa kanaleve kullues, për të cilët do punohet në vijim për t'i pastruar. Në Rëmenj, Gështenjas dhe Baçallëk pati problematika me ujrat të cilat u tërhoqën me pushimin e reshjeve dhe do të punohet për minimizimin e dëmeve. Edhe në lagjën e Gurit të Kuq u ndërhy me mjete të rënda për pastrimin e përojit, i cili solli sasi të mëdha inertesh nga kodrat pranë. Ndërhyrje pati edhe në Udënisht e Memlisht, si dhe në rrugën e fshatit Peshkëpi, e cila u mbush me inerte si pasojë e prurjeve të shumta. Për të gjithë këtë situatë, në terren janë vendosur grupet e emergjencave për të bërë edhe identifikimin e dëmeve.